Paralajmërimi i qeverisë së Kosovës për të rikthyer në kuvend marrëveshjen për demarkacionin me malin e Zi nuk është pritur as pak mirë nga partitë opozitare. Kjo marrëveshje sipas tyre duhet të kthehet në pikën 0 dhe e njëjta të rinegociohet nga një ekip kredibil me ekspertë të gjitha partive politike në vend. Opozitarët janë të bindur se marrëveshja nuk do të kalojë pa marrë parasysh kohën kur do të procedohet kjo marrëveshje nga qeveria. Ali Berisha, sekretar organizativ, thotë se çdo tendencë për të kthyer edhe një herë në kuvend këtë çështje është gabim. Jam i sigurt që as sot dhe as nesër deputetët nuk do të votojnë këtë marrëveshje, pasi që jo vetëm opozita, por edhe deputetët e opozitës besojnë që kanë të qartë se versioni aktual është i dëmshëm dhe nuk do të votojnë në asnjë variant marrëveshjen e proceduar nga qeveria, ka thënë Berisha. Në linjë me Berishën është edhe deputeti nismes për Kosovën Haxhi Shala. Sipas tij, kjo marrëveshje ka marrë përgjigjen e merituar në seancën e fundit dhe të njëjtën përgjigje do ta marrë secilin herë që qeveria e procedon në kuvend. Kësaj marrëveshje do të thënë deputetët e Republikës Kosovës jo, atë e ka kuptuar kryeministri sepse edhe deputetët nga rrodha e partisë tij dhe nga koalicioni nuk kanë qenë të gatshëm të votojnë një marrëveshje të dëmshme për vendin, sepse kanë filluar të reflektojnë deputetët të jenë me të vërtetë deputetë që nuk i kanë punësuar as Isa Mustafa as Ashit, që po janë deputetë të zgjedhur nga qytetarët e Republikës Kosovës dhe kanë filluar të dëgjojnë zërin e qytetarëve. Shala shprehet i bindur se shumë shpejt vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Një ditë më parë, këshilltari i kryeministrit Mustafa Faton Abdullahu në një prononcim për Tribuna Channel ka deklaruar se ekzekutivi shumë shpejt do të procedojë për kuvend këtë marrëveshje pa psuar ndonjë ndryshim.